Miq të nderuar, gjatë këtij edicioni do të flasim gjithsesi për sportin e personave me aftësi të kufizuara. Më konkretisht do të flasim për atë se sa është i zhvilluar sporti paralimpik në Kosovë. Gjithashtu do të flasim edhe për sfidat me të cilat përballen sportistët me aftësi të kufizuara në vendin tonë. Por kjo nuk është e tëra, andaj unë ju ftoj të jeni me ne, sepse në vazhdim do të flasim me profesorin e edukatës fizike, profesor Ahmet Mahmutaj, njëherët drejtorin sportiv të Komitetit Paralimpik të Kosovës. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjetë lume, faleminderit. Fillimisht urime për postin, edhe shpresoj t'ju shkoj sa më mbar që është e mundur. Faleminderit, po në këtë situatë një detyrë e tillë është më shumë një lloj përgjegjësie se sa privilegj. Gjithsesi, por me shpresë se sporti do të përparoj. Profesor, për fillim na thuani se sa është i zhvilluar sporti i personave me aftësi të kufizuara këtu në vendin tonë gjatë viteve të fundit flasim. Lule, edhe njëherë faleminderit. Me fol për sportin ndoshta duhet me fol pak edhe për atë historikun. Vërtet ka një historik me shumë sfida. Fillimet e para i kanë me njerë pas luftës së dytë botënore dhe gjithë një përmes shoqatave të atëhershme. Nuk ka pas një organizat që është marrë saksisht ose që ka qëllu ajo farë gjithë përfshirime për këta, po gjithë një përmes shoqatave. Pas lufta ka sjell edhe një strukturim të ri, po edhe një mendësi tjetër. Sidomos parimi i gjithë përfshirjes në arsim ka bërë që ky përhapet edhe në sfera tjera. Dhe këtu fillohet menjëherë, sidomos edhe organizatat e huaja, menjëherë fillohet një organizim dhe një mundësi, një krijim i mundësive të mirën me sport pa dallime dhe pa dallime të aftësisë kufizuar, dhe sot jemi në një gjendje ku sportet para sportet, nashta me që e flasim edhe si terminologji është mirë me sqaru kur bën fjala çka është para sporti, do të thonë para sportet sot janë të pranuar ndërkombëtarisht përmes organizatës që Komiteti Paralimpik i Kosovës, që është një lloj ombrelle, një organizatë e pavarur sportive, që është ombrelle të gjitha federatave, klubeve, shoqatave që mirën me parasportin. Natyrisht, me që jemi të pranuar ndërkombëtarisht, i nënshtrohem edhe një kodit etikës, edhe akteve normative të Komitetit Ndërkombëtar Paralimpik. Por këtu tani në Kosovë sa është i zhvilluar, me që folëm që prej mbas luftës dytë botërore vetëm është ka filluar të bëhet ky sporti para sporti në fakt, por në vendin ton sa është i zhvilluar para sporti, profesor? E dim që vitin e kaluar vetëm Kosova debutoi në lojrat paralimpike me para atletin Grevis të Bytyqi, por me atë që shehni ju, si është gjendja sot? Pas luftës që thash ka sjellat mendsinë e re, kanë filluar menjëherë, ju të kujtohet, nashta na kujtohet bashkë, menjëherë 2003-2004 ku kanë filluar një maratona e Prishtinës. Aty janë kyç përmes atëherë klubeve që janë menaxhuar pe Handikosit, që ka merit të caktuar, edhe pjesëmarrës në vrapime me karroca. Ndërkohë janë kriju edhe shoqata dhe klube sportive, po edhe federata. Po. Dhe nashta ndër të parat federata që kanë më organizuar ka qenë Federata Sporteve për të Verbë, që ka pas një strukturim të mirëfillt me 11 klube dhe me organizata tjera që ende janë çalojnë, për shembull sot
Në një kohë basketbolli në Karroca ka qenë vetëm në formë turnireve. Dhe ka pas disa klube, po janë shumë kushte hala në mbesin prapa, për shkak se ndoshta me këshyrë në sot në Kosovë nuk mund të gjejmë 20 karroca profesionale sportive që janë të veçanta për sportin e basketbolin karroca apo tenisin karroca e tjera. Po pranimi i Komitetit Paralimpik me të drejtat e plota që bën në vitin 2023, që i bjen para 2 vjetë, ka sjell tash një dimension të ri. Thjesht janë krijuar, është hap ajo dritarja, janë hap dyert që të marrin pjesë edhe ne ndërkombëtarisht baraz me 200 e kusur shtete sa janë pjesë e këtij organizimi. Mos të harrojmë ka njëherë që të na është pak si risi, po sot pas lojrave olimpike që kanë shikurshmërinë më të madhe, më njëherë vinë lojrat paralimpike që kanë shikurshmëri po aq të madhe sa kanë edhe këto. Domethënë bota jep shumë rëndësi edhe këtij sportit, jo vetëm në atë aspektin e barazisë, po edhe mundësive tjera të barabarta. Po. Cilat janë sfidat, profesor, me të cilat përballen parasportistët në Kosovë? Po kthejna pak të edhe roli që kam. Komiteti Paralimpik është themeluar në vitin 2011. Janë dashur 11 gati 12 vite që të pranohem. Këtu kanë qenë ato sfidat e ndërkombëtarizimit. Duhet me përmend presidentën Njomza Emini, e cila ka treguar një leadership efikas për me ardhe te ky pranimi. Më kujtohet para 2-3 vjetësh kur janë qenë ato sfidat në Bonn dhe pastaj në Holand kanë votuar edhe ato shtete që se kanë njoft Kosovën si shtet, që ka qenë Slovakia, Spanja, thjesht ajo politika është që vetëm Serbia kundër. Edhe në këtë rast Serbia kundër. Po, patjetër ajo e ka shpreh ato edhe në këtë fushë, mirë po o dash një punë e madhe. Tashtit jemi të barabartë, po jemi në një fazë të krejt tjetër, sepse masovizimi i sportit të aftësisë kufizuar dikon sa më herët fillohet. Kësaj pune i tash pikërisht në bordin e fundit, takimit e fundit, është krijuar ajo strategjia i thuhet cikël paralimpik, i ciklit paralimpik 24-28 dhe ndër tjera është pikërisht shtimi aty në resurseve njerëzore, të ekspertizës, që duhet me kuptu që na ende s'kem trajner të mirëfillt një sportit të veçantë, nuk kemi janë thjesht mësimdhënës që kanë pas përvoja, trajnime, klasifikime, pastaj vjen pikërisht ai masovizimi i këtij sportit. Libri im i botum pikërisht nga Komiteti Paralimpik, është futur si strategji pikërisht të vetëdijsimi, po edhe të përfshirja e fëmijëve sa më herët. Përfshirja një fëmije me aftësi të kufizuar në orën e edukimit fizik, ai bëhet potencial që sot dhe nesër të jetë potencial për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Gjithsesi librin që tani më vetëm edhe janë duke parë gjithë përfshira në edukim fizik. Profesor, para se të flasim pak edhe për disa pjesë të këtij libri që më të vërtet ata njerëz që e kanë lexuar edhe ndoshta janë mahnitur kur kanë lexuar që disa sporte që të them realitetin edhe për mua ka qenë shumë interesante kur i kam lexuar që mund të bëhen nga persona të verbër, lere më të tjerat. Por para se të dalim te kjo pjesë, na thuani ju lutem se tani po na pret Los Angeles 2028. Prap Kosova besoj që do të merr pjesë në garat paralimpike atje. Por
ku qëndroj me infrastrukturën për t'i bërë para përgatitjet për këtë garë? Lume, pyetje me vend pikrisht çdo për pas një përfshimje të sportit, për me marr pjesë, secili sport mundën me marr pjesë. Shumë sporte, por secili sport e ka specifika dhe veta që don përshtatje, të fillu prej pajisjeve, rregullave, edhe te infrastruktura. Sot golballi për të verbët është më lehtë pak, sepse janë një palë porta dhe ato vizat e shënjume taktile dhe ai topi me zile. Po pozojmë, futbolli për të verbët ka disa karakteristika veçanta, janë disa panela mbrojtës. Është fush e veçantë që don pikërisht më së pari duhet ambienti i sigurt me qenë. Pastaj që e përmendëm më herët, një vrapus quhet edhe ai sportisti në atletik që vrapon me karrocë, janë karrocat mjaft shtrejta edhe janë shumë të veçanta. Bile ato edhe sot për me marr pjesë në garat kulminante, ato edhe personalizohen. Mosha, pesha, aftësia e gjymtyrëve tepër me kështu, do të thonë janë personalizuar. Po megjithatë, përpara ka qenë ndoshta ëndër me pas atë karrocën e rëndomt për me lëviz e lemo, tash që po bisedojmë për karroca sportive, për mjete të tjera, po janë në strategji dhe kësaj strategjisë të Komitetit Paralimpik gjithnjë se bazë prapë e financimit postdonatorëve, prapë është Ministria Kulturë i Sport dhe prapë do më thonë i mbetet shtetit dhe janë në strategji që nuk kemi larg edhe krimin e kushteve në për tana qytetet, mos me thonë ta ketë një palestër pak më të përshtatshme. Do me thonë, vetëm është duke u punuar, por ndoshta konkrete? Konkrete, një projekt i Federatës Futbollit është që të krijohet një veç thua kanë marrë vizën dhe janë nda mjetet ndërtohet një fushë përkatëse për futbollin për të verbët, ndërsa të sportet tjera natyrisht janë hapat ende fillestare. Profesor, si e vlerësoni angazhimin e parasportistëve dhe njëkohësisht motivimin e atyre që ndoshta mendojnë të merren me sport? Lumen ndonjëherë janë storet e suksesit, sikur të ju dhe në zonës tjerë tonë bashkëmoshatar tu, janë storet e suksesit që ju kujtohet ai në lëkurën tonë e ki përjetu t'jatë segregimin në shkollë speciale. Ti s'ka pas mundësi ti me pas një profesion të gazetarisë. Ki pas 2 profesione, telefoni dhe fizioterapi. Dhe më vonë pikërisht parimi që të përfshirë shërtarë që sot mund të zgjedhë edhe profesionin, edhe në shkenca sociale dhe çka është më kryesore sot, zhvillimi i teknologjisë sot një verd pozojmë punon programer, edhe studion informatikën. Na të dashta me thonë që pikërisht historitë e suksesit të disa individëve i motivojnë edhe të tjerët. Na si komision veç e kem o dashmi përcaktu, që bile edhe me dëvënum këtë aspekt në kërkim, na ende jemi larg atij moshës për trajnime dhe për asi, ne fatbarësisht grevisht bityqin veç e kemi paralimpist. Tash pesharoj lume edhe çka është paralimpisti dhe çka është parasportisti. Parasportist quhet çdo individ me aftësitë kufizuar që mirret me sport, prej atij pjesës rekreative deri te garat kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërsa paralimpist është ai që i ka plotësuar kriteret dhe ka marrë pjesë në një palë lojna paralimpike. Më thonë, na e kemi Grevis Bityqin si paralimpist që ka fituar përvojën dhe themi, edhe nëse s'merr medalje, themi, kur është ai përfaqësimi dinitoz, është një shprehje edhe te olimpiadat, edhe te paralimpiadat, ka shkëlqy. Më thonë, ne i kemi përcaktuar
aktualisht, me shpresë se do të gjendet edhe të tjerë, 2 sportist, grevistin në vrapim, në atletik, dhe kemi përforcim, tash të themi edhe për i vende të tjera, sikur në tana sportet, ne kemi një djalosh shumë sportist që është një paralimpist i njohur, Fatmir Sheremeti, që është me shtetësi suedeze, po edhe kosovare fatbarësisht, që në këto lojrat paralimpike tashme do të përfaqëson Kosovën. Shumë mirë. Fatmiri ka qenë edhe mysafir këtu tek ne, edhe normalisht ka shprehat brengën e tij që domethënë nuk është ndjerë mirë në për lojrat paralimpike, kur nuk e ka parë edhe flamurin e Kosovës. Tani profesor na tregoni, grevisti do të garojë sërish me atletik. Por Fatmiri? Fatmiri ka një disiplinë që përvoja e tij, nuk e përmendëm disa herë, e ka përfaqësuar Suedin, ka medalje të artë në golball, në futball, edhe në atletik, dhe edhe si lojtare, si kapiten, thjesht ai është i njoftën në lojrat paralimpike botnore. Thjesht ai është shpreh shumë qartë kur në Peking, 4 vjet para Parisit, kur shkova tha në Peking, puna e parë i ka kryer ndjen si nuk është edhe flamuri i shtetit, është origjinë e vushtrisë Fatmiri, edhe aty thot më ka linë ide sikur të më jepi mundësia që ta përfaqësoj Kosovën në ndonjë sport. Ai ka zgjedhur një sport karakteristik, i quhet triatlon, domethënë është një tregarsh që ka të bëjë me notin, biciklizmin dhe vrapimin. Është një kompleks i 3 garave. Natyrisht është person plotësisht i verbit, domethënë i takon kategorisë të parë, dhe këtë e bën me një guid që quhet shoqërues, domethënë e ki atë idenë që në vrapim është një litar që lidhet dorës si orientues, po qashtu edhe not, dhe bicikleta është bicikletë dyshe, shoqëruesi e drejton bicikletën, ndërsa garusi tash, parasportisti, është forca parasportistit që pedalon. Më thonë, ato rezultatet e këtij trigarshi japin atë rezultatin. Dhe tash kriteret, sikur në vetë olimpiada, kriteret janë të sporti kulminant. Nuk mundem na me shku mo në lojra paralimpike, tash, as në Los Angeles, pa plotsu kriteret, pa plotsu edhe normat. E ato krijohen me gara ndërkombëtare, me turnire, me janë caktuar kampionate vendore dhe evropiane për me ardhur drejt ato normat paralimpike që duhet përfaqësuar. Profesor, kjo bicikleta është 2 bicikleta në një, është vetëm një bicikletë, edhe guida është afër biciklistit apo? Bicikleta është 2 rrotshe, domethënë prapë është ai ekuilibri, po është me 2 ulse. Dhe 2 palë pedale. Jo kuptoj, okay. Më thonë nuk ka, kjo është ai modifikimi, bile janë ato të njohura që përdoren edhe në rekreacion, ato bicikletat me 2 ulse. Tek libri edukim, gjithë përfshira në edukim fizik, normalisht është ndarë sportet për të gjitha llojet e personave me aftësitë kufizuara. Por këtu është interesant, profesor, tek personat e verbër, me të vërtet keni specifikuar aty notin, keni specifikuar gjithashtu edhe atletikën e gjitha këto. Për dëgjuesit tanë, si mund t'ju tregojmë se edhe një person i verbër mundet me qenë ndoshta një vrapus ose një skiator, ose është shumë interesante. Edhe pse një sloven, unë e kam parë që i verbër ai skionte, por ju mbase të gjithë e kanë parë atë. Kështu që juve besoj që edhe nga përvoja juaj, edhe nga vizita që keni bërë, edhe nga gjitha, mund t'i njoftoni dëgjuesit se si mundet një i verbër të skijoj edhe të vrapoj edhe gjitha sportet ndoshta që juve i keni të përfshira tek libri. Ndoshta lume për ne është e përditshme, po vërtet për dëgjuesin ose për ai që s'ka pas rast të shohë se të dëgjoj, për mund të jetë edhe kuriozitete. Natyrisht e përmendëm te vrapimi, është një shoqërues që e shoqëron, e orientohet me një lidhse në dorë, që është një lidhse elastike, që e orientohet, dhe gjithnjë
ai shoqëruesi është një atlet profesionist që e përcjell ritmin e sportistit. Janë për i përmendin disa karakteristike. Një verb mund të bënë edhe kërcim në gjatësi. Është ajo drasa që shkelet me të, po ajo bëhet me një ushtrim të madh kur matën hapat, trajneri e përcakton me ushtrime të qartë, bëhet kthimi. Karakteristika po e zojmë te noti. Te noti është me disa modifikime, shtegu është i caktuar si të gjithë notuesit, po vështirësitë janë të momentit të skaji i pishinës. Zakonisht në ato raste quhet është një shkop me një top teleskopik kështu, që kur vjen në momentin e caktuar kur duhet me bë kthimin, ai e prek në shpinë, një variant, dhe një variant tjetër është një si pistolet stërpikse me vrushkull ujë, që ai kur vjen pranë pishinës e njofton që këtu ki me bë kthimin. Do të thonë thjesht një sportist kulminant e krijon me intuit madhe, po edhe orientohet. Te skijimi tashmë nuk është kuriozitet për ne, se ne në projektin drejt malit që konë i organizuar prej shoqatës sporteve shkollore, Ministrisë së Sportit, Kulturë rini sport, pastaj e arsimit, kem marrë pjesë edhe na në atë kurs dhe kemi modifikuar dhe kemi përshtat një kurs të skimit enkas për personat e verbër. Kur thëm personat verbët, natyrisht që ka edhe brenda një diagnoze ka edhe klasifikim tjetër, po pej personit që ka një dëmtim deri te personi i verbët. Me pak modifikime kem arrit që një i verb sot të skijoj të lëshohet në një shpat i pavarur. Është një ndjen pak më e veçantë, po ai mësimi kërkon pak edhe përkushtim, edhe një lloj qëndrim, po edhe përshtatje. Për shembull, janë disa shkopini që lidhesh me to pranë, ose disa pjesë që e orienton, gjithnjë duke pas parasysh atë sigurinë, atë rrezikun. Thjesht sot një verb mund të skijoj, po neve na mungojnë shumë te garat, janë shtigje të veçanta. Po. Kur e mrin një aftësi të skijimit, lëshimit i pavarur, atëherë ai i vën kufjet dhe orientohet me trajnerin. Personi i verbët plotësisht trajneri i qëndron para dhe orienton, ndërsa te ata është ai guida ose ai shoqëruesi vetëm me kufje, vetëm me përgatit, tjatas, majtas, kthes, let kthes kështu, po e mrin shtegun, po janë vërtet janë disa kushte që në kushtet tona ende pensojmë edhe si Brezovis, nuk kemi ndonjë shteg të veçantë të rrethum që është enkas për këtë sport. Realisht duhet me qenë shtegu i Po, veçantë. patjetër, janë edhe kushtet edhe ato të sigurisë që mos me kalu një skiator i rëndomt në atë shteg, edhe gjatë mësimit e lere mod garave. Librin profesor, a keni shpërndar edhe në për shkolla? Ky do të jetë i dobishëm edhe për mësimdhënësit e edukatës fizike? Lume, fatëbarsisht një program që ka hartu Komiteti Paralimpik nga brumi i këtij libri, është akredituar si program plotësues për mësimdhënës. Bile jo vetëm për mësimdhënës të edukimit fizik, por edhe për edukatorë, për asistentë që punojnë me fëmijë me aftësi të kufizuara, nevojat veçanta arsimore që i quajmë na, apo edhe çdo mësimdhënës edhe një mësues klase më së pari ndeshet me atë pjesën e edukimit fizik që në parafillore në ashtë edhe. Dhe ky program deri me tash është të organizuar në për të gjitha drejtoritë e arsimit, ende veç ka përcy mbi 1000 mësimdhënës, edukatorë dhe asistent që janë certifiku, po them, kanë marrë certifikat, që janë njohur me atë bazën themelore të qasjes së një nxënësi me aftësi të kufizuar në edukimin fizik. Kjo ai, po them tash, në thojza ai interesi ynë si Komitet Paralimpik është se këtu do të del ai brumi ynë nesër për me përfasu Kosovën edhe në lojna ndërkombëtare. Ky është një lajm fantastik. Profesor, si e shihni zhvillimin e parasporteve në atë theme në dekadën e ardhshme?
Tash në ti ke pa edhe librin tjetër të historikut të sporteve për aftësitë kufizume. E përmendim kur një organizat veteranët e Vietnamit kanë ardhur dhe kanë fillu me organizu golballin, basketbollin në karroca edhe disa sporte tjera. Në gjithë Kosovën nuk kanë mujt me gjetë 5 karroca që mund të luajnë basketboll ose një top me zile. O dash bëzi. Tash nuk po them para histori, po flas para 2 decenjeve dhe sot edhe pse ende ka shumë për të bërë, sot në një farforme nuk është mo diçka e pa arritshme kur e kem shkel edhe Paralimpiadën e parë. Sot ka janë rreth 7 asociacione dhe federata të sportit të aftësisë kufizume që funksionojnë edhe si ambrell, po ka edhe Hendikosi që ka edhe klube, edhe ka sektor të veçantë për sportin, po ndërkombëtarizimi i Komitetit Paralimpik ka bërë që secili sportist që qoftë edhe rekreativ dhe ka mjaft me pa që nesër apo më isha me përfaqësu vendin unë. Edhe si person në karrocë, edhe si person i veber, edhe si person me çfarë do edhe sindrom Down ose çfarë do sindromi, ai mund ta përfaqësoj thot vendin. Edhe që aty din për shembull ndikimi i Majlinda Kelmenit, çka ka bën në zhvillimin e judos në Kosovë, pensojmë, prej asaj lagjës të pejes. Kjo, domethënë, është në rrugë të mbarë që e shoh që do të jetë shumë më masovike, sepse edhe mendësia sot është edhe përkrahja e donatorëve. Edhe vetë këtu progresionet buxhetore që paraqiten edhe vetë për ministrive përkatëse janë të i dhonë shumë rëndësi dhe besoj që ndoshta pas 8 vjete nuk është e pamundun që megjithëse na presim edhe në Los Angeles që e përmendëm Fatmirin edhe Grevistin të mos mesin pa medalje. Thjesht është shumë shpresdhënëse që të zhvillohet shumë më mirë ky sport. Një mesazh profesor për të gjithë ata që ndoshta ende po përtojnë pak të merren me sport ose qoftë edhe me ushtrime të thjeshta, sepse për një person me aftësi të kufizuara janë domethënëse ushtrimet. Tash në këtë kohën e dinamizmit të telefonat të menaxhit teknologjisë kanë nevojë secili edhe bile thuhet aq më shumë personat që kanë nevoja të veçanta. Dhe jo vetëm në atë aspektin mësimor, jo vetëm në atë aspektin shëndetësor, po edhe social. Sot janë bë pjesë përbërëse edhe pjesa sociale është ajo që nuk shohim mo dallime. Sot i ki edhe pishinat tona sportist me aftësi të kufizume. Sot hiqet prej karroce dhe futet në ton. Dhe vetë pjesëmarrja në të na quhet not. Më thonë kem pas rastin edhe me Federatën e Notit që mbi 25 trajner secili në klubet e veta që e kish një përvojë të mësimit të notit një personi me aftësi të kufizume. Prandaj sa më shumë mos të ngurojnë të afrohen te palestrat, të kërkojnë mbështetje, përshtatje dhe do të jenë në rrugë të mbarë të bëhen edhe para sportist kulminant. Profesor, faleminderit së pari për kohën, faleminderit edhe për gjitha këto këshilla dhe informacione që i keni dhënë për dëgjuesit e emisionit për një botë më të mirë. Faleminderit juve për mundësinë.